رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit a.s. ja dërgojmë, elusim Allahun të na mëson të dobishmen, të na sjell dobi nga ajo që mësojmë dhe elusim Allahun xheleshanu të na shton ilmin. Vëllezër, ne vazhdojmë edhe më tej me shpjegimin e librit El Aqidatu Tahawiyya. Në vazhdim sot është me radh tema e haudit ose el haud edhe el mizan, peshorje. Para se me fillu me shpjegimin e këtyre dy temave, do të flas diçka e cila është interesant për etapat apo stacionet në botën tjetër. Në dinjo e dim, lindje, vdekje. Allahu xheleshanu në surën El Mu'minun, nëse e shikoni ajetin 13, 14, 15 e 16, në banjamet do të gjini habi. Allahu flet detaj si e ka kriju njeriun, si është ai pastaj një pik uj, do me thonë, pastaj bëhet ajo e ngjizur, bëhet gjak në formë të mishi, pastaj shndrohet në eshtra, detajisht njëna pas tjetrës, e pastaj thot jap formën e plot, edhe lind. A dini pas kësaj çka vjen? Ktu Allahu i tregon gjitha detajet. Pastaj e shndron këtë formë, edhe kur e përfundon, Fetebarakallahu ahsanul khaliqin, thumma ansha'nahu khalqan akhar, pastaj thot Allahu e krijojmë atë një krijesë të re. Fetebarakallahu është lart çdo të mangësie, Allahu që është krijuesi më i mirë. Pastaj a dini çka vjen? Do të thonë u kriju njeriu, u formu dul në dynjë, e ti tash pret Allahu të flasë për jetën e gjithë. As pak, Allah me njerë dherë, thumme innekum ba'de dhalike le me jitun, e pasaj ju të gjithë do të vdisni. Jetën e kësaj dynjoje, ashtu si e ka përshkrujt Allahu, embrionin si zhvillohet deri në lindje, etap pas etape, faz pas fazet. E ti ashtu e lindja, e tash Allahu fillon, i fëmi e rritet pasaj me njëtët. Thumme innekum ba'de dhalike le me jitun. E pasaj ju do të vdisni të gjithë. Jetën e kësaj bote, Allahu xheleshanu, atë jetën teme e tonë dhe ne, Allahu tu nuk e përmendën. Me thonë, ajo është ëndër e cila kalon shpejt edhe përfundon. E këtu thot thumme innekum ba'de dhalike le me jitun. Mbas vdekjes, çka ka vëllezër, tash flasim, bani me këtu do të keni dobi të madhe. Të gjitha stacionet deri në xhenet, inshallah, Allahu na mbrojt prej xhenemit. Çka ka pas vdekjes? Ringjalljes. I thon El Ba'ath, i nxjerr varrezat, i nxjerr njerëzit, për ashtu. Pastaj çka ka? Pas ringjalljes, me e marr kështu prej njohurisë edhe prej asaj, po çka mund të ketë pas ringjalljes? Dolën prej varrit, pastaj çka ka? Tubimi. Të tubon, jo, shiqo? Pas tubimi çka ka? Bravo, pritja, El Qiyam, 50.000 vite. Pas pritjes çka ka? Do të presim, pastaj çka të ndodhe? Ama me një fjalë si thot, Ash-shafa'atul uzma, vdekje, ringjallje, hashr, tubimi, tokën e mahsherit. Pastaj çka kishte? Pritja. Pastaj çka? Shefajeti i madh, 50.000 vite, o Adem, o ashtu, por i thon kësaj me një fjalë, shefajeti i madh. Pas shefajetit, mas logjikës ke qëndru, Muhamedi a.s. ndërmjetësoj tek Allahu xheleshanu, njerëzit aty çka kanë përjetu? Etje, pastaj vjen haudi, me pi ujë të haudi që Allahu xheleshanu. Haudi, vëllezër, në Shqip e kam përkthi pelg. A ju thot diçka kjo fjala pelg? Çka ju thot pelg?
vend që ku të bëhet ashtu, ku të bëhet domethënë ujë. Që kjo pellgam me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, okay, unë do të vazhdoj tash domethënë pas kësaj pellgës haudi tham. Mbritëm të shembull te stacioni i haudit. Pastaj pas stacionit haudit çka ka? I thon hisabu ard edhe hisabu munaqashe. Hisabu ard paraqitja e lehtë, Allahu thot robit atë kujtohet. Sipas librit nuk i ka radhit domethënë këto. Herë cekën për shembull shkrimtari për këtë temë, pastaj del temë tjetër. Haudi. Pas haudit çka ka? Llogaria me paraqitje Allahun përgjithësi. Robit të tij janë detaje, disa çështje thot, atë kujtohet, edhe kësaj çka i thon? I thon bani me hisab jon dy lloje. Hisabu ard. Hisab llogaritja e paraqitjes, në formë paraqitje. Pa ja cek Allahu xheleshanu robit detaje. Ashtu formalisht i tregon atij kjo, ajo, atë kujtohet, kjo të vepër që e bone e mbulon. Edhe hisabu munaqashe. Hisab me debat, intimet, detajet Allahu i thot dikujt. Jo, unë të ves për këto. Për jarab, ti e ke bo këto me qëllim. Kjo i thon hisabun munaqashe, apo hisabi i vështirë. Pas kësaj çka ka vëllezër? U bon llogarit. Tash kush vjen? Suhufet, mirën librat, në kratë gjallë apo në kratë majtë. U murën e librat, para llogaria, që llogaria diçka tjetër, jo me njëre. Pastaj pas llogaris Allahu i thot këtij, ti ta kom dënjot, kom mbulu une, e tash une do ta fali. Atia që nuk e toleron atë tjetrin. Munafikun, jo besimtarin, zullumqarin, Allahu si toleron, i pitën për secilën gjë. Edhe tash mo secilin e piti Allahu në besimtarin lehtë, të kumbulon dënjo, sot do ta fali. U krije edhe kjo procedurë, edhe kjo etapë. Çka? Dalin tas suhufet. Pas llogaris, suhufet, librat, regjistrat, ankrat gjajth, ankrat majt. U murë dhe kjo, çka mendoni vitin pas kësaj? Jo, hajde. Do të flasim për këtë temë, do të thonë do të flasim për haudin. U murën këto, peshorja. Tash peshorja që ato do t'i peshonit, dhe kushtot për ndregu. Për jo, po me qiti cilën shkallë gjenetit e meriton. Ai cilën shkallë gjenemit e meriton. Do të peshon pasaj gjërat. U bo edhe kjo peshorja, u matën çështje, ti e meritaj këtë shkallë gjenetit, ai kaq do t'hine në gjenem. Pasaj çka vjen? E tham, mas mahsherit, tubimi, qëndrimi 50.000 vite, shefajeti, u kri. Pas shefajetit vinte haudi, pas haudit vinte llogaria, në formë paraqitjes së veprave, apo llogaria e ashpër, pas asaj thamë suhufet do të miren, librat, dikush kratë gjatë, dikush kratë majt, pas asaj ato do të vendohen te mizani, do të flasim sot thellësisht, u bë kjo çështje, e tash Allahu i thot hajde, vazhdoni rrugën e siratit. Dikush po, sirat, dikush do të pikon e poshtë, dikush do të rrezohet, ngadalë do t'i del qosh. Pas asaj ka edhe një, pa i cili dul në qosh, u kri puna ati, ka dhe ati do çështje. Si thonë asaj vendit mes siratit edhe gjenetit, thonë kantare. Edhe kjo kantare si formë ure, një vend ati, si lloj stacioni, si kush i qëron hesapet, e nxjerr Allahu zilin prej zemrave, edhe hinë vëllezër në pasaj ka xhenet ose xhenem. Këto janë gjitha domethënë stacione. Vdekja, ringjallja, tubimi, qëndrimi në kom, shefajeti, madhështor për gjithë njerëzit. Pas shefajetit i jetur, haudi, uj të haudit. Pas haudit, llogaria e lehtë ose llogaria e vështirë. Pas asaj, jipen suhufet, librat, regjistrat. Ato suhufet pastaj do të shkojnë te peshorja. Pas peshores çka? U krimo që s'ka beta gjo. Sirat, do të shkohet te sirati. Pas siratit, kantare. Pas kantares, është xheneti për besimtarët. Lusim Allahun të na bën prej tyre. Haudi vëllezër, tham haudi, edhe kjo stacion prej stacionave, apo pellga, një vend që të bohet ujë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith. Hadithin e ka nxjerr Imam Buhariu. Vëllezër, kur flasim për haudin, hadithet janë mutawatir. Do thonë ka shumë hadithe. Çka do thot mutawatir? Që do të thonë një grup i madh, nuk ka hadith më i fortë se hadithi mutawatir. Një grup i madh prej sahabive, numri i tyre 15 apo 20,
ua ka përcjell një grupi tjetër tabiinëve. Do të thonë, si cili zinxhir përmban 20 burra. Ato, do të thonë, e kështu hadithe mutawatir nuk ka shumë. Janë këto me 100 hadithet mutawatir. Për rregull, edhe pse nuk ka hadithe mutawatir shumë, ne akiden tonë nuk e ndërtojmë vetëm nëpërmjet këtyre haditheve mutawatir, që është një grup e transmeton prej një grupe, pastaj grupa tjetri, apo pastaj vjen hadithi meshhur. Ki hadithi meshhur çka është? Numri ative personave është shumë i madh, ama jo sa ato, ai grupi që është hadithi mutawatir. Edhe kena hadith ahad. Çka do thot hadith ahad? Do me thonë, ahad vjen për fjalës ahad, një person apo dy persone kanë dëgjuar prej Muhamedit a.s. edhe ja kanë përcjell atij tjetrit. Edhe atij që ja ka përcjell ato kanë qenë një ose di. Apo zinxhiri i parë janë një person apo dy persona. A dini një grup i besimtar, i muslimanëve, edhe pse do me thonë janë prej ehli sunetit, sidomos Esh'arit, Maturidit thonë, ne këto hadithe ahad nuk i marrim në akide. Ne si marrim ose hadith mutawatir ose jo. Po ti me shiku hadithe mutawatir nuk ka shumë, se kështu janë trallë. A kena një argument që i marrim hadithet ahad? A mundet me hadith ahad me ndërtu akide hadith një person e kanë dëgjuar prej Muhamedit a.s. Ne ehli sunneti dhe akide janë thënë neve nuk na intereson. Që aja e ka zinxhirin e vazhdueshëm. Një prej një, di prej di personave e kanë përcjell. Nëse hadithi zinxhiri është i vazhdueshëm, nuk ka ndërmjet person që nuk dihet, apo është ndërmjet, ngelen një shprasir, se ki që e ka përcjell hadithin këtij tjetrit, nuk mundet të jenë taku këto, se ki kur ka vdek ki tjetri ka lind mas 20 vitesh, s'mundet mu taku këto, ose ki ka qenë i vogël, fëmijë, 1 vjeçar. Ne thona nëse zinxhiri është i vazhdueshëm, nuk na intereson, a është edhe një person apo di. Dikush thotë për kjo vallahi është çështje rreziku, ti folën për besimin, e thua e mirët hadithi edhe prej një personit, e këtu me këtë ndërton besimin, i thonë në rregull. Muhamedi a.s. kur e çoi Muadhin në Yemen, ai çka ju mësoi ative? Ja mësoi akiden, pa ishte një person ishte vetë, edhe e murën populli i Yemenit prej Muadhit, prej një personi. Pastaj vinte një prej shkretire, prej një kabile, prej një fisit, një herë vinte njëtën e tij. Qëndronte te Muhamedi a.s. një javë apo 2 javë, e mësonte akiden një person. Edhe shkonte te populli vet, ja mësonte besimin, ja mësonte imanin, gjitha çështjet e akides. I thonë shqo, më përpiqeni me ignoru hadithet ahad, çka i thonë. Se ne ehli sunneti e marrim akiden edhe për haditheve çka janë ahad. Nëse është zinxhiri i saktë, zinxhiri nuk ka ndërprerje, edhe gjithë burrat që e përcjellin zinxhirin janë të besueshëm. Asnjëri prej atyre nuk është njoft me gënjeshtër, me jo stabilitet, me tradhti e me gjoja tjera. Prandaj hadithet ahad janë për haditheve kur janë të saktë, janë hadithet sakta, edhe ne ndërtojmë akiden besimin ton edhe në hadithet ahad. Por te haudi, atë shumë hadithe që ka, edhe hadithet që janë transmetuar për çështjen e haudit, është një grup i madh, ja ka transmetuar një grup i tjetër të madh, edhe prej atyre haditheve do të ceki unë këtu disa hadithe. E ka nxjerrë Imam Buhariu rahimahullah nga Anas ibn Malik. Thot Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Qoni pejgamberi alayhis salam tash na I tregon cilësitë e haudit. Çka është haudi? Çka është ai bazeni apo ai vendi si lloj liçeni? Çka është thot pejgamberi alayhis salam? Inna qadra haudi kama bayna Aylata ila Sana'a min al-Yaman. Muhamedi alayhis salam tregon tash hapësirën, madhësirën e haudit. Thot prej Eyle, a dini ku është vëllezër tash? Ka qenë më herët qytet. Ka qenë qytet kur e ka përmend Muhamedi alayhis salam. Tamam, në skajt gazës legjendare u ka qenë ki qyteti Eyle. E cao I gat deri Sana'a, prej ati deri Sana'a, sa kilometre? Di, presje 310, presje 3 kilometre, në 4 anët është haudi që ka që. Di kilometre, presje 300 diçka metre, dhe me thonë metre 4 që ka që është haudi. Dhe thonë një drejtim e ka haudi, dhe me thonë 4 drejtimet I ka di presje 310 kilometre I ka haudi. Kjo dhe me thonë është ajo, si thonë gjersia e haudit. Vazhdon Muhamedi a.s. Wa inna fihi min al-abariqi ka adadi nujumi as-sama. Dikush thot, ati a do të pijmë me dur? Jo. Sicili e ka ibrikun e tij. Nuk pihet dhe me thonë me dorë,
edhe pse e keni ndëgjuar domethënë me pi prej dorës Muhamedit alayhis salam, por jo, si cili e ka ibrikun e vet. Po mirë, ton ato njerëz prej kohës Muhamedit që flasin për haudin e Muhamedit alayhis salam. Haudin e këtij ummeti, për këto flasin. Dikush thot në rregull, mbasi qenë ka aty si rregull, si kush pinë prej ibriku, përsëri do të shku ka një kohë që unë duhet me prit me marr një ibrik, thot Muhamedi alayhis salam. Ibrika ose ashtu bardak që do të pinë, ka sa ka qilli ije. Aq është numri i madh. Me thonë ti nuk ki nevojë me prit. Edhe merr pinë prej haudit, thot pejgamberi alayhis salam. Me një hadith tjetër thot Muhamedi alayhis salam qal për haudin sallallahu alaihi wasallam, Aleja nasun min ummeti, jeridu aleja nas min ummeti, do të vinë do njerëz prej ummetit tim edhe ato të pinë ujë. A do të pinë tash shpitja, do me thonë haudi, sa qenë ka i gjërë, do me thonë 4 skajet e tia, di presje 310 kilometre. Do me thonë 10 kilometre presje 310. Ati do të pinë, do me thonë besimtarët, ato pasusit e Muhamedit alayhis salam. Thot pejgamberi alayhis salam, jeridu aleja nasun min ummeti, do të vinë përsëri me pi ujë do persona prej ummetit tim. Hatta idha araftuhum. Unë thot Muhamedi alayhis salatu wasalam, derisa ti edhe kur i njoh se kush janë, i njoh. Kur ato do të largohen prej haudit, nuk i lojnë melekët me pi ato ujë prej haudit. Fa yaqulu ashabi, thon këto janë sahabët e mi. Që këtu ka thon Muhamedi alayhis salam, këto janë sahabët e mi. E Muhamedi alayhis salam i ka pa ato, kur ka qenë gjallë sahabe kanë qenë. Thot ja Rab, pse këto i largon? Këto janë sahabe. Këto kanë jetu, kanë qenë besimtar. Sahabët e mi, jo tabiin, sahabe. Thot Muhamedi alayhis salam. Fe yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Ti se din çka kanë bërë këto pas teje. Pas vdekjes Muhamedit alayhis salam. Ai dini Abu Bekri me cilët kishte punë me renegatë. Çka janë renegat? Murted, që u larguan prej islamit. Shumë fisë arab mas vdekjes Muhamedit alayhis salam e lan islamin. Muhamedi alayhis salam i njeh se kanë ardhur dhe kanë pranuar islamin taj, po mas që ka vdek, ato çka dolën prej islamit. E këto do të vinë me ujë aty. Allahu i thot jo, ki thot po shokët e mi, sahabe janë. Thot Allahu xheleshanu, ti nuk e din çka kanë bëu ato pas teje. Ato e kanë ndryshuar. Mirë. Sa kishte prej atyra, kishte edhe munafik, Si Ubej ibn Selul, Abdullah ibn Ubej Selul, a ishte prej munafikëve? Ishte prej munafikëve. Edhe munafikët do të afrohen sot po njëna ummeti Muhamedit alayhis salam. E Allahu xheleshanu i thot pejgamberit alayhis salam, ti nuk e din çka kanë bëu ato. Mbani mend që këtë fjalë ti se din çka kanë bëu ato pas vdekjes tënde. Muhamedit alayhis salam, edhe pse Allahu xheleshanu ja ka treguar përgjithësi çka do të ndodhe. Kjo është një argument për sofistët ekstrem të cilët mendojnë se Muhamedi alayhis salam e din edhe pas vdekjes së tij se çka bën ummeti i tij pas vdekjes. E kjo një argument që Allahu xheleshanu do t'i thotë Muhamedit alayhis salam, ti se din çka kanë bëu këto pas teje. Me një hadith tjetër, edhe ajo i saktë, hadithi i gjerë, tash thot Muhamedi alayhis salam tek hadithi. E thon or Allah, këto janë ummeti im, këto çka thot këto janë sahabët. Thot përsëri do të vinë një grup me pi ujë te haudi, e do të largohen. Thon or Allah, këto janë ummeti im. Domethën prej ummetit tim, nuk do të thotë që kanë qenë sahabë ose tabiin. E Allahu i thot, i vjen një zot Muhamedit alayhis salam, ti thot se din çka kanë bëu mbas teje. Këto kanë ndryshuar. Thonë kanë ndryshuar sunetin ton. E atëherë Muhamedi alayhis salam i thot atyre, suhkan, largoheni, ai i cili e kanë ndryshuar sunetin tim. Domethënë këtu një kush përjashtohet, kanë përjashtohen ato murtedët që dolën prej islamit, mas vdekjes Muhamedit alayhis salam, dhe përjashtohen nga haudi ata të cilët çka e kanë shndruar sunetin në bidat. E kanë larguar sunetin e Muhamedit alayhis salam, edhe çka në vend sunetit kanë ringjall bidate. Edhe këto do të përjashtohen prej haudit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alayhis salam vlezër tham hadithe ka plot. Për ngjyrën e këtij ujit të haudit, ka thonë është ma e bardhë si qumshti. Pastaj për çështjen e temperaturës, më i ftohet se bora apo më i ftohet se akulli. Do thotë dikush po na bën dom, na bën zarar. Pse më pas kjo, që do të thonë këtë lloj temperature, minus Allahu alem sa. Ti ke qenë 50.000 vite, ke prit aty, në diell, në gjerës, edhe pse besimtarët përsëri do të jenë në hijen e Allahu xheleshanu, grupet që i ka treguar Muhamedi alayhis salam. Në një hadith thotë, sikush do të jetë në hijen e veprës së tij, ai që ka dhënë lëmosh shpesh do të jetë në hijen e lëmoshës, ai në hijen e namazit, e ato 7 kategori që i kanë. Megjithatë,
prap ka siklet, prap ujë s'ke priti. Me të vërtet flat edhe në Ramazan, se ke heton dita është e fllashme, po prap kur vjen koha e iftarit të pihet ujë. E do të jetë çka, do të jetë ujë më i ftohtë se akulli. Te shija më i ëmbël do të jetë çka, do të jetë më i ëmbël se mjalti. Ki haudi nga vjen në xhenet, uji i xhenetit si quhet? Inna a'tainaka el-Kauthar, do të thonë lumi Kauthar. E ki haudi, ki rrjedh dhe vin prej xhenetit dhe tubohet në tokën e mahsherit. Me një hadith thot Muhamedi alayhis salam, secili profet e ka haudin e tij. Secili profet e ka haudin e tij. Edhe profetët tjerë, edhe umetet tjerë do ta kenë, domethënë secili umet, secili popull do të shkon mas profetit ti të pinë ai haud. Haudin e Muhamedit alayhis salam askush nuk e ka, dhe ato çka do të pinë ujë prej haudit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jenë shumë më shumë pranë, thot Muhamedi alayhis salam me një hadith, dhe tek unë te haudi jem do të vinë njerëzit më shumë se në haudat, në atë ujin që do ta ketë secili profet prej profetëve të tjerë. El haudu qabla al mizani was sirat. I cekëm në stacionet, do të thonë haudi do të jetë para mizanit, dhe haudi do të jetë para kujt? Para siratit. E kishim do të thonë ringjallja, tubimi, qëndrimi, shefajeti, pastaj vjen haudi. Haudi do të jetë, kështu do të jetë me radh para dhënies së llogarisë. Dalim tash te mizan. Mizan e ka cek Allahu xhaleshanu peshoren. To vëllezër janë gjithë çështjet gajbit. Dhe ne çështjet e gajbit në akide i marrim prej burimeve, prej Kuranit dhe prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çështjen e mizanit, do të thonë mizan i thon peshorje. Peshorja i ka dion, i ka ditasa, çka më thon? Më thon dion me të cilat peshon. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, thot wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Dhe do ta vendojmë peshorën e drejtësisë në ditën e gjykimit. Fela tudhlamu nafsun shay'a, askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ajo aq peshore do të jetë e madhe, po megjithatë askujt nuk i bëhet pa drejtësi. Çka do të peshorën çka do të peshon kjo peshorja? Kjo peshorja do të peshon veprat të cilat Allahu xhaleshanu do t'i shndron në trupa. Kjo peshorja do të peshon jo vetëm vepra, do ta peshon disa herë edhe personin bashkë me vepra. Po disa herë do të peshon fletushka, fleta, do të peshon peshorja. Thot Allahu, fela tudhlamu nafsun shay'a, askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Wa in kana mithqala habatin min khardal, edhe nëse është shagrimc, kjo do të thonë mithqala habet është një kokër, thosh kokër bereqeti, aq e imët sa që thosh gati se edhe nuk shihet me sej. Edhe ato thot Allahu do ta sjellim në peshon. A din dikush dëni ajet që Allahu xhaleshanu e ka cek që do t'i peshon, dhe me thonë veprat, pa marrë parasysh sa të vogla janë, qofshin të mira apo qofshin të këqija. Po, hajde në Kur'an e përmendim këtë sure, më në fund. Në Kur'an si është kjo ajeti? Femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Dharra grimc. Edhe ai cili ka bo një grimc, do të thonë për hajër, edhe ato yara do ta shohë. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Edhe nëse grimc vogël, por e keqe, edhe ato do ta sheh ditën e gjykimit. Waznu sahahiful a'mal. Prej peshore çka do të peshone? Sahife. Do të thonë sahif, po i regjist, po i fletushka. Është një hadith vëllezër që e ka nxjerr Ibn Majah, e ka nxjerr Imam Ahmedi, dhe hadithi është shumë i gjerë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, do ta them kuptimin e hadithit. Do të nxjerret, thot, do të thritet para Allahu xhaleshanu një person nga mahsheri, nga dita e mahsherit. Që vëllezër ditën e mahsherit, edhe pse ceken këtë gjoja, ka gjoja që subhanallahu shiqatash këtu Allahu xhaleshanu para gjithë njerëzve do ta merr gjo. Filani biri filanit dil para me. Thot pastaj Muhamedi alayhis salam, fayunsharu lahu 99 sijillan. Do t'i hapen këtij 99 regjistra. 99. Sicili regjistër është atë sa shehsini. Shiqoj këto. Gjitha thot mbushta me gjinohe. E i merë ki ata thot, Allahu i thot, shko lexoj, edhe ki i lexon.
A e gjeta ati atë që se ke bo? Jo, rab, e gjeta. Mos gjeta ati diçka që nuk e ke bo? Jo, rab, gjitha janë ati. Melekët mos kanë bo dhe një gabim? Me thonë, ke pas një vepër të mirë, nuk ta kanë shkrujt? Apo nuk e ke bo atë të? Jo, rab, gjitha janë ati. Edhe thot pejgamberi alayhis salam derisa ki e preu shpresën, e uli kokën dhe përgatitet shkonë në drejtim ku shkojnë ato banorët e xhenimit. Allahu i thot këtu el-yawma la yuzlamu nafsun shay'a. Sot dije se askujt si bëhet pa drejtësi. Ki e ka ul kokën edhe sipas fjalës, po e shoh tamam. Allahu thot ti tek ne keni të mirë. Inna laka indana hasana. Ki as pak nuk ja vendon veshtin kësaj. Ku ja rab? 99 regjistra. Si cili, gjatësi, gjerësi, sa shofin sit. Të gjitha mbushen me mëkate, e ti më thuaj ke boni të mirë. E jep Allahu Gjelleshanu një bitaka. Prandaj ki quhet hadithul bitaka. Hadithi bitaka në gjuhën arabe, kartel, apo kartic. Thuaj çka si ajo e telefonave ma herët, apo si letër njoftimi që ka i kemi ausvajse. E merë ki ato edhe e shikon. Allahu Gjeleshanu dhëtë lexon shka ka atu, ki e lexon La ilahe illallah. Do rivajete Muhammedun Rasulullah. E Allahu i thot vëndohet tash në anën tjetër të peshores. Ki që ndronë thot, po pse? Ato të mbushta me mëkate, kjo çka mund të bone? Allahu thot vëndohet se sot nuk mund të peshone diçka ma shumë se sa fjala Allahu të Gjelleshanu. E vëndon ki që atë kartelin, te ona e djathtë të peshores, e cila peshon se vapet, thot fete tajjarë suhuf, të gjitha ato 99 regjistra me mëkate, fluturojnë, nuk kanë vlerë ma shumë se fjala la ilahe illallah. Shani vlezër akidja, besimi i shëndosh. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Thot Allahu Gjeleshan, as kujt Allahu nuk ja falen shirkun. Apo shirku t'ja falen, kujt don Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka thot Allahu? Ja ibn Adam, law ataytani biqurabil ardi khataya, thumma ataytani wala tushrik bi shay'a, la ataytuka biqurabiha maghfira. O birja wala ubali, thot Allahu. O birja Ademit, nëse më vjen sa është toka e gjerë, e mbushur, nëse vjen tek unë, i mbushur, aq peshon sa peshon toka, me mëkate, vjen, amo mu nuk më ke bo shirk, rival, nuk më ke përshkru mu ortak, në besim. O, thot, unë e kom me ardh, e njëta sa ti me mëkate, po unë kom me ardh me falje, me mëshirë dhe me mëghfirat, wala ubali, dhe s'jap pes pare. S'guxon mu asni melek me thonë që ka bone jërë. Ti thot më vinë mu me aq mëkate, sa ka toka, për shirk nuk më bënë. Shirku vlej dashër është e kundërta e tauhidit. Prandaj çështja e tauhidit është çështja më madhështore edhe në dinjo edhe në ahiret. E Allahu për këtë na ka kriju, për tauhid, për njohshmërinë e tij. Din dhe kush dhe një ajet që thot Allahu, ju kom kriju për këtë çështje për tauhid. Hajde, wa ma kush e din? Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, thot Ibn Kathiri illa liwahidun. Unë thot Allahu, njerëzit, gjinët dhe njerëzit nuk e kam kriju për diçka tjetër, vetëm me adhuru mu. Në tefsir çka thuhet? Me e dëshmu njohshmërinë tim, njësimin tim. Vetëm me e dëshmu këto. E ki vjen me atë bitakën, e pas ka thonë ki ato, atë fjallën la ilahe illallah, që që kanë gjerë edhe Imam Ahmedi në musnedin e ti, Muhammedun Rasulullah, vetëm këto e pas ka thonë, ama me sinceritet plot, që kjo e bëri që gjitha ato të fletushka të mbushura në mëkate të fluturojnë. Pse e prum këtë shembull? Se peshorja që peshuka edhe çka? Peshon edhe suhufet. Dikujt Allahu thot ti me këtë do të shkosh te peshorja. Shiqo tash dikush tjetër me çka do të shkon? Dikush tjetër thot waznul amil. Komplet personi dhe peshohet. Personi si person dhe peshohet. A ka argumente? Po. Thot Allahu Gjeleshanuhu, thot pikëspari Muhamedi alayhis salam në Kur'an, thot innehu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yawm al-qiyamah. La yazinu 'inda Allahi janaha ba'uda. Do të vjen një person i madh, i trash, pesh madh, do të peshoret ai komplet personi, nuk do të peshonen peshore
as sa fleta e mushkojës, mizës. Miza, fleta asaj, është e te i dukshme. Nuk peshon, nuk besoj që diçka mundet ta peshon atë kraun e mizës, si është. Ti do t'jetë hala ma i lehtë se krau i mizës. Imagjino njeri i madh, trupin e madh, te peshorja do të peshohet as pak. E Muhamedi a.s. e vërteton këtë dhe s'ka nevojë ta vërteton, e thot, iqra'u in shi'tum. Fela nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Ato thot ditën e gjykimit Allahu as nuk do të peshojnë as gjë, po as ne që do t'u avëllojmë veshtin atyre fare. Do të jetë njeri i keq. Do të jetë njeri, domethënë do të vendohet në peshore, ama as pak nuk do të peshohet. A dini ndonjë hadith që dikush prej sahabive do të peshohet? E ka cek Muhamedi a.s. një sahabi që një pjesë të trupit atij do të peshohet. Ha? Ashtu, Abdullah ibn Mas'ud. Shikoni hadithin. Hadithi është i saktë. Një ditë Abdullah ibn Mas'udi ka hip te pema el-arak që bon të misfakët, edhe ka dashur me këput diçka. Ka fri erë, e shokët kanë qenë poshtë, edhe e lëvizin era. Ato keshin pejgamberi a.s. tha, pse keshni? Tha, ja Rasulullah, po që çfarë kom të holla, dhe me thonë ajo kërciri prej gjunjë e kam pa, deri te njët zogat e komve i hollë. E Muhamedi a.s. shiqoni që ka tha. Tha Muhamedi a.s. Walladhi nafsi biyadi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Pasha ato të cilin shpirti jam është në dorën e tij. Që ato komt e tij atë holla, vetëm prej gjunit, prej kërciri i komës, do të peshojnë te peshorja më shumë se sa kodra Uhudit. Sa është kodra Uhudit? Domethënë të komët po. Atë sa peshon kodra Uhudit, këmbët e Abdullah ibn Mas'udit, domethënë ajo pjesa prej gjunit deri poshtë te njët, do të peshone më shumë se sa kodra e Uhudit. Pjesa tjetër, waznul a'mal. Ajo peshorja edhe çka do të peshon? Edhe vepra. Thot me një hadith Muhamedi a.s. at-tuhuru shatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. At-tuhur, pastërtia. Shatrul iman, gjisa imanit. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dhe fjala alhamdulillah, ajo e mbushën, thot Muhamedi a.s. peshorët. Tu çka? Vepra. E dikush thot në rregull, si do të peshohet ajo fjala alhamdulillah? Me të vërtet, kur e thona fjala alhamdulillah, si? A shkronjat e fjalës do të mirën a zoni, kush do të peshohet? Se vapet vlezër Allahu xheleshanu kur ja peshon dikuj, ja shndron një lloj trupi që peshon. E fjala alhamdulillah do të shndrohet ditën e gjykimit, një lloj trupi do të jetë, një lloj forme do të ketë që ajo do të peshohet. E thot Muhamedi tamlaul mizan. Atë mizanin për ta mbush, ajo është me thonë gjersirën e ka ana tasi, gjersirë të madhe, sa shohin sit. Vetëm elhamdulillah që e përmendën, ajo ka me mbush. Unë do të ceki edhe një hadith, ju tregom një hadithin, me këtë hadith Imam Buhariu e ka përfunduar sahihun e tij, ne e përfundojmë dersin. Thot Imam Buhariu, ju do të tregoni fundin e hadithit. Kelimetan, di fjalë. Khafifetan ala lisan, janë shumë të lehta për shqiptimin e gjuhës. Thaqiletani fil mizan, ama peshojnë shumë në peshore në mizanin. Habibetani ila Rahman, shumë të dashura janë tek Allahu. Allahu i don të di fjalë shumë. Thuaj çove gjishtit. Allahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi. Allahu me laftë madhrinë e tij i takojnë hamdet, falenderimet, ajo është pa të meta pa mangësi. Subhanallahi al-azim. Larg çdo të meta është Allahu më madhështori dhe më kje premeni një hedije kom alhamdulillah mbiro. Dhe thonë subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Kelimetan, di fjalë. Khafifetan ala lisan, shumë të lehta për gjuhën. Habibetani ila Rahman, thaqiletani fil mizan, habibetani ila Rahman, të lehta për gjuhën, peshojnë të peshorja shumë, e shumë të dashura janë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Për ndryshe këto fjalë çka janë në xhenet? Këto janë thuj Allahu akbar. Ma që edhe një hedije tjetër di po. Do me thonë janë pemë, me këto e mbushën xhenetin tonë, me pemë, me hurma, me pamarë parasysh, me rrush e gjoja tjera. Imagjino ti për shembull neve na ka marrë malli me hong faktikisht speca, patate, tamam prej trullit.
Më thonë, jo me këto çka i bën, çka i stërpikin e gjëja tjera. A ka ma lezet? Pite kush o lezeti ma i madh në dinjo? A i bujku kër e vendon prodhimin e vetë mbi tavolin, a i kënaqet. Gjumshi thotë është i jemi, djathi është i jemi. Patligjanat janë të mijat, specat janë të mijat, gjitha buka është vetë pi grunit tim. Aje ka kënaqësinë më të madhe. Imagjinati në xhenet, prej dinjoje, ke mbyll atje pemë i thonë njerëzve, shiqo, tën këtë vneshtën e ke mbyll, kur e mbolleve në dinjo, me çka me subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.